Melisa Azizović Dulaj, aktiviste shumëvjeçare e Partisë Re Demokratike, është emëruar këshilltare e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Azizović Dulaj vjen me një përvojë të gjatë në pozita të larta shtetërore, duke përfshirë punën e saj në kabinetin e zëvendës kryeministres Emilia Rexhepi. Së fundmi, ajo ka përfunduar doktoraturën në fushën e shkencave kompjuterike në Novi Pazar, gjë që e bën atë një kuadër me profil të lartë profesional, veçanërisht në segmentin e politikave digjitale dhe qeverisjes bashkohore. Me rastin e emërimit, ajo ju drejtua opinionit përmes rrjeteve sociale. Këtë detyrë konsideroi jo vetëm si një vlerësim të madh, por edhe si një përgjegjësi serioze. Jam konsciente për sfidat që sjell kjo pozitë dhe jam e gatshme që me njohurit, punën dhe përkushtimin tim të jap kontribut maksimal për zhvillimin dhe avancimin e shoqërisë sonë në interes të të gjithë qytetarëve. Një falënderim të veçantë i drejtoi kryetares së NDS-s, zonjës Emilia Rexhepi, si dhe kryeministrit të Republikës së Kosovës Albin Kurti, për besimin e dhënë dhe mundësinë për të qenë pjesë e një procesi kaq të rëndësishëm, ka shkruar ajo. Ky emërim pason bashkëpunimin e vazhdueshëm politik dhe përfaqëson përfshirjen e mëtejshme të përfaqësuesve të komunitetit bosnjak në punën e pushtetit ekzekutiv në Kosovë, me fokus në zhvillimin e institucional dhe përmirësimin e politikave publike. Ethem Hoxha, i njohur nga të gjithë si Baca, ishte një nga figurat më të respektuara dhe më të dashura të luftës për liri. Si pjesëtar i brigadës 124 Gani Paqarizi, ai veproi në zonën operative të Pashtrikut, konkretisht në Rahovec, në shtabin Arti, duke dhënë një kontribut të çmuar që në ditët e para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pseudonimi Bac, emër lufte që e mori si simbol respekti, i fituar për shkak të moshës së tij më të madhe dhe urtësisë që e karakterizonte në mesin e luftëtarëve. Ai ishte shembulli i gjallë për gjeneratat e reja, një njerëz që gjatë gjithë jetës së tij mbeti i papërkulur ndaj padrejtësive dhe i padëshiruar për sistemin e atëhershëm, por i dashur dhe i nderuar nga populli i tij. Me fjalë të pakta, por me vepra të mëdha, motivonte të rinj dhe luftëtarët çlirimtar duke i frymëzuar me guxim, përkushtim dhe dashuri për atë dheun. Baci ishte luftëtar i urtë dhe i drejtë me të mirët, por i ashpër dhe i pathyeshëm për armikun. I njohur për zemrën e tij të butë dhe vlerat e larta njerëzore, ai fitoi dashurinë dhe respektin e të gjithëve që e njohën. Ai vepronte në një territor të gjerë, duke qenë gjithmonë në lëvizje dhe në shërbim të detyrës, në përshtigjet e vështira malore të Rahovecit, shpesh mbi kalin e tij ai lëvizte pa pushim, duke kontrolluar terrenin, duke bartur armatime furnizim për bashkëluftëtarët, i hekur gjithmonë në shërbim të një ideali më të madh. Jeta e tij është e mbushur me sakrifica dhe vepra patriotike. Ai pati fatin të përjetojë lirinë së bashku me shokët e tij të armës dhe u nda nga kjo botë i qetë, me buzëqeshje në hijen e flamurit kombëtar. Me përulësi të rrallë, ai kurrë nuk dëshironte të fliste për veprat e tij, duke thënë: "Gjakun ja kemi bërë gjatë dheut, dhe pak gjak kam në trup për aq sa kërkon atë dheu." Lavdi jetës dhe veprës së tij heroike.